Shërbimi i zjarfikës i Hasit është përforcuar së fundi me 2 mjete të reja zjarfikse, të cilët e pritën të rrisin ndjeshëm kapacitetet operacionale për përballimin e situatave emergjente, veçanërisht gjatë sezonit veror, ku rreziku i zjarreve është më i lartë. Sipas shefit të sektorit të shërbimit të zjarfikës, Jetmir Lala, mjetet e reja janë të përshtatshme për ndëhyrje të shpejtë dhe efikase, sidomos në zonat të thella dhe terrenet të thyera malore, që përbëjnë pjesën më të madhe të territorit të Hasit. Falë nismës sekretarit të bashkisë, bashkë me Emergjencë Civile Tiranë, jemi pajisur edhe me 2 automjete tip Forestrad, të cilat, siç dihet, terreni i Hasit është shumë i malor, dhe na vinë ndihmë në kohë sa më të shpejt, pasi automjeti zjarfik që kemi nuk hyn, me ato automjete që kemi janë tip Forestrad, ne bëjmë të mundur fikjen e zjarrit në kohë sa më të shpejt dhe mund të afrohem sa më afër zjarrit me këtë lloj automjetesh. Janë të reja, 2025, ka një bot ujë me 400 litra dhe një pompë të vendosur në të. Ndërkohë, të dhënat e zyrtarit tregojnë se gjatë verës së vitit të kaluar, në territorin e Hasit janë regjistruar 56 raste zjarrësh. Sipas Jetmir Lalës, është vërejtur një ulje e numrit të vatrave të zjarrit krahasuar me verën e vitit 2024. Gjatë vitit 2025, shërbimi i zjarfiks ka pas 56 dalje, në të cilat kanë qenë 7 raste kanë qenë raste pyje, pjesa tjetër kanë qenë aksidente, kosha mitrinash, therra. Në krahasim me vitin 2024 kemi pas një rënje, të cilat i kemi menaxhu. Besoj që mund të jemi bashkia më rekord që kemi menaxhu zjarret, të cilat kanë qenë më të pakta. Pajisja me mjete të reja ndërkohë vjen si një domosdoshmëri për të garantuar sigurinë e banorëve, mbrojtjen e pasurisë dhe të sipërfaqeve pyjore që për shkak të rjelievit të vështirë kanë qenë shpesh problematike për ndërhyrje të shpejta në raste zjarrësh.